Me emrin Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar shikues dhe dëgjues, jeni në emisionin ton në prag të iftarit, emision ky i cili realizohet nga Muftinia e Shkupit dhe që mund ta ndiqni në valët e Radio Vatit dhe në kanalin zyrtar TV Muftinia në rrjetet sociale. Ky program i përditshëm në atmosferën e bekuar të muajit të Ramazanit synon që të sjell freskim për zemrat tona me anë të rrëfimeve nga jeta e sahabëve dhe personaliteteve të devotshme nga historia islame. Sonte mysafir në këtë emision të begat kemi hoxhën e nderuar Irfan Efendi Imeri, i cili është imam dhe hatib në xhamin qendrore në Haraçin, me të cilën së bashku do të bisedojmë rreth sahabiut Ebu Bekër es-Siddik radiallahu ta'ala an. Mirë se na erdhët në emision, i nderuar i hoxh. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Hoxh i nderuar, na tregoni kush ishte Ebu Bekri radiallahu ta'ala an. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. E falenderojmë Allahun xhalla shanuhu wa xhalla xhelalu, dorse salavatet dhe selamet e përzemërt e dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre që e ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahu xhalla shanuhu i ka përzgjedhur pejgamberët e tij, por pas që i ka përzgjedhur pejgamberët e tij, ka përzgjedhur edhe shokë të cilët kanë qenë përreth pejgamberëve, të cilët i kanë përkrah, gjithashtu edhe shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ebu Bekri radiallahu anhu ishte një prej 10 të përgëzuarve me xhenet, për të cilët ka thënë pejgamberi alayhis salam se Ebu Bekri është në xhenet, Omeri radiallahu anhu, Uthmani, Aliu, Talha ibn Zubair, pastaj ishte dhe Abdurrahman ibn Aufi, Zubair ibn al-Awami, Saad ibn Zeidi, edhe ishte Ebu Ubejd ibn al-Jarrah. Këto ishin 10 të përgëzuarit me xhenet, kurse i pari prej këtyre ishte Ebu Bekri radiallahu anhu. Por shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahu xhaleshanu tregon në surën Bejine dhe thot se ata të cilët kanë besu dhe kanë bërë vepra të mira, ata janë krijesat më të mira dhe shpërblimin do ta kenë tek Allahu xhaleshanu xhenetin adn, në të cilin do të jenë përgjithmonë, edhe në fund thot Allahu radiallahu anhum wa radu an. Allahu është i kënaqur me ta dhe ata janë të kënaqur me Allahun, me Zotin e tyre. Dhalika liman khashiya rabbeh, kjo është kënaqësia që përfitohet nga ana Allahu xhaleshanu, dhe xheneti, shpërblimi i xhenetit, kjo është si shpërblim për ato njerëz dhe për ata sahab të cilët i kanë pasur frikë Allahut xhaleshanu wa xhalla xhelalu. Ebu Bekri radiallahu anhu, edhe pse ne mësojmë shumë emra të njerëzve të cilët ndoshta nuk janë muslimanë edhe nuk mund që t'i marrim shëmbëltir, mirë po fjala Ebu Bekr ishte llagapi i tij, kurse emrin e kishte Abdullah dhe u quante Abdullah ibn Abi Quhafe. Ebu Quhafe edhe kjo ishte një llagapi babait të tij, dhe babai i tij e kishte emrin Uthman. Pra emri i vërtet i Ebu Bekrit radiallahu anhu është Abdullah ibn Uthman. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për sahabët, për shokët e tij thot khairul quruni qarni, gjeneratat më të mira janë gjenerata ime. Thumma alladhina yalunhum, thumma alladhina yalunhum. Pastaj ata të cilët i pasojnë ata dhe pastaj ata të cilët i pasojnë ata. Që është për qëllim për tabiinët edhe për tabiinët. Këto ishin 3 gjeneratat e arta, 3 gjeneratat e mira dhe të lavdruara, të cilët i lavdroi Allahu xhaleshanuhu në Kur'anin e Kerim dhe vet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ebu Bekri radiallahu anhu ishte i pari prej shokëve të pejgamberit alayhis salam prej burrave, i cili e pranoi Islamin. Edhe e kishte pseudonimin es-Siddik,
Që do të thotë shumë i sinqerti edhe para se të vinte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si të dërgojë si pejgamber, çdo herë ishte i sinqert edhe asnjëherë nuk kishte gënjur, kishte qenë një njeri bujar, kishte qenë një njeri i cili u ndihmonte të tjerëve, të nevojtarëve, të varfërve, lironte robër edhe para se ta pranonte Islamin. Dhe Allahu xhaleshanu e kishte përgatitur Ebu Bekrin radiallahu anhu edhe para se që ta pranoj Islamin, edhe para se që të bëhet shok i parë i pejgamberit alayhi salatu wassalam, nga se edhe në gjahiljet transmetohet se Ebu Bekri radiallahu anhu asnjëherë nuk i ka adhuruar idhujt, asnjëherë nuk ka pirë alkohol, asnjëherë nuk ka bërë imoralitet, nuk e ka hëngër mishin e ngordhësirët, nuk e ka hëngër mishin të cilën është therrur për idhujt, edhe siç e thamë edhe në fillim, kur nuk u ka bërë ibadet ose sejdë me shku mu ura në sejdë idhujve, pra e kishte moralin shumë të lartë Ebu Bekri radiallahu anhu edhe para Islamit, kurse pas Islamit ende u formua morali i tij dhe u bë ende më i përsosur në moral, sepse e shoqëroi pejgamberin alayhi salatu wassalam. Hoxhë nderuar, na tregoni çka përfitojmë ne nga biografia e Ebu Bekrit radiallahu ta'ala. Po, nga biografia e Ebu Bekrit radiallahu anhu mund të përfitojmë shumë gjëra dhe shumë virtite dhe shumë cilësi të cilat i kishte ky shok i pejgamberit alayhis salam, Allahu qoftë i kënaqur me të, ku tham se në fillim se ishte i përgëzuar në këtë dunja, ishte i përgëzuar me xhenet. Cilësinë e parë të cilën e përfitojmë nga Ebu Bekri radiallahu anhu është sinqeriteti, sepse ishte as-Siddiq. Kur shkoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja mundsoi Allahu xhaleshanu që të shkoj në Isra dhe në Mi'raj, erdh tek Mekelit, tek Mekasit, edhe u tha se kam qenë brenda natës në Palestinë, në Kuds, dhe prej Kudsi Allahu xhaleshanu më ka mundsuar që të shkoj lart në qiell në Arshi Ala. Dhe ata nuk e besonin Mekasit, banorët e Mekës, mushrikët e Mekës të asaj kohe, dhe thanë takuan Ebu Bekrin radiallahu anhu dhe i thanë shoku i po thotë se kështu ka vepruar, a e beson ti atë? Ai Ebu Bekri radiallahu anhu tha, kush e ka thënë këtë? Ata i thanë Muhamedi alayhi salatu wassalam. Tha, nëse ka thënë pejgamberi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, unë e besoj atë dhe nuk kam asnjë çfarë dyshimi. Pra e kishte cilësinë se e besonte dhe e përkrahte pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe nga kjo përfitojmë ne që të marrim mësim që të jemi sikur Ebu Bekri radiallahu anhu bujar, sikur Ebu Bekri radiallahu anhu fisnik, dhe të sinqert në atë rrugë të cilën e kemi marrur, dhe as pak mos të lakojmë, dhe as pak mos të jemi në dyshime, ose mos të jemi prej atyre të cilët mirën me gënjeshtra, mirë po çdo herë ta flasim të vërtetën, sepse vetë pejgamberi alayhi salatu wassalam thot, me të vërtet sinqeriteti çon në bamirësi, në veprat e mira, kurse veprat e mira çojnë në xhenet. Dhe vazhdon njeriu thot që të bëj sinqeritet dhe që të jetë i sinqert dhe besnik derisa të shkruhet tek Allahu xhaleshanu Siddiqa, i sinqert. Ndërsa thot gënjeshtra e çon njeriu deri në mëkate. Edhe vazhdon njeriu që të bëj mëkate derisa të shkruhet, Allahu xhaleshanu na ruaj, derisa të shkruhet tek Allahu se është kedhaben, është një gënjeshtar i madh. Pra për Ebu Bekrit radiallahu anhu e mësojmë atë që ta përkrahim Islamin, ta përkrahim mësimet e Islamit, jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ta ndihmojmë sunetin e pejgamberit alaihi salatu wasalam, kurse pasaj cilësia tjetër është edhe ajo se Ebu Bekri radiallahu anhu, siç tham, ishte fisnik edhe bujar, sa që tregohet se shkoi tek pejgamberi alayhi salatu wassalam kur shkuan në Medinë dhe i tha, ja Rasulullah, krejt pasurinë çka e kam, po du me dhanën për Islam dhe për hir të Allahut xhaleshan. Dhe për të vetmin person, për të vetmin njeri, pejgamberi alayhi salatu wassalam ja pranoi të gjithë pasurinë. Dhe pasaj thuhet se erdhi një person tjetër dhe e kishte një vezë të arit dhe i tha, krejt e kam që këtë pasuri, a e pranon ja Rasulullah? E lakoi kokën pejgamberi alayhis salam dhe nuk i foli.
Prap i tha përzditi, e lakojnë kokën në anën e majt dhe nuk i foli pejgamberi alayhis salam. Por së treti e mori pejgamberi alayhis salam atë vezën e arit dhe ja hodhi dhe i tha: si mundeni që të vini që ta jepni krejt pasurinë dhe pastaj të dilni të shrini dorën për familjen e ju, për familjet e juaja që ti mirëmbani dhe që ti mbani. Pra për Ebu Bekrin radiallahu anhu ja pranoi gjithë pasurinë edhe në fund i tha pejgamberi alayhis salatu wassalam: çka ke lanë, tha, familjes tande? Tha: ja Rasulullah, u kam lënë Allahun dhe të dërguarin e tij. Do të thotë, ja kam lënë besimin të ngulitër në Allahun xhaleshanu dhe besimin për ta pasuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Hoxhë nderuar, na tregoni çka përfitojmë ne kur flasim për biografinë e sahabëve. Kur flasim për biografinë e sahabëve, përfitojmë që të marrim ata si shëmbëltir, sepse shëmbëltira numër 1 për neve, për muslimanët, është pejgamberi alayhi salatu wassalam, ku thot Allahu xhaleshanu: laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, ju e kishni shembullin më të mirë në pejgamberin alayhi salatu wassalam, dhe ai është shembull për atë i cili beson në Allahun dhe në ditën e gjykimit dhe e përmend Allahun xhaleshanu shumë. Kurse edhe për biografitë e sahabëve, shokëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam, përfitojmë që të përmirësohet gjendja e besimtarëve, të përmirësohet gjendja e muslimanëve në këtë botë në të cilën jetojmë, sepse siç ka thënë Imam Maliku rahimahullah: la yuslihu akhiru hadhihi al-umma illa bima salahat bihi awwaluha. Nuk përmirësohen gjeneratat e fundit të këtij umeti vetëm se me atë çka janë përmirësuar gjeneratat e para të këtij umeti. Pra nuk mund që të përmirësohet edhe që të hecë para gjendja e umetit dhe gjeneratat e fundit të muslimanëve nëse nuk i marrin shëmbëltir shokët e pejgamberit alayhis salam, tabiinët, tabiinët dhe gjeneratat e para. Dhe gjithashtu pejgamberi alayhis salatu wassalam thot: aleikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin addu alayha bin nawajid. Përmbajuni sunetit tim dhe sunetit të khulafa ar-rashidinëve, të halifeve të drejtë. Edhe halifët e drejtë ishin Ebu Bekri radiallahu anhu, Omeri radiallahu anhu, Uthmani radiallahu anhu dhe Aliu radiallahu anhu, dhe thot kaponi për to me një kapje të fortë. Addu alejha bin nawajid, me dhëmbal, kaponi thot me dhëmbal, që është si metafor, që është për qëllim, merrni me një gjitha punë të cilët i kanë vepruar ata dhe as pak mos u largoni nga shëmbëltira dhe nga biografia e tyre. Hoxhë nderuar, cili është mesazhi juaj për fund? Mesazhi im është që inshallah Allahu xhaleshanu të na ketë pranuar agjerimin dhe gjitha veprat të cilat i bëjmë, dhe përpos kësaj e lutim Allahun xhaleshanu që na mundsoje që të mësojmë sa më shumë nga jeta e pejgamberit alayhis salam, po edhe nga jeta e sahabëve dhe shokëve të pejgamberit alayhis salam, dhe që të marrim shëmbëltir jetën dhe biografinë e Abu Bekrit radhiyallahu anhu, dhe Allahu xhaleshanu që të na ringjall me pejgamberët dhe me shokët e pejgamberëve, me ashabët, Allahu qoftë i kënaqur me ta. Dhe mesazhi im i fundit është që Allahu xhaleshanu inshallah na e pranon, na e përmirëson gjendjen tonë dhe na mundson që të bëjmë vepra të mira sa më shumë dhe të largohemi për veprave të këqija. Allahu ju shpërblev për këtë bashkëbisedim të këndshëm dhe elaborim të qartë mbi temën tuaj. Kështu përbyllim këtë edicion të emisionit në prag të iftarit, ku mysafir kishim hoxhën e nderuar Irfan Efendi Imeri. Deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtje. Allahu ju pranoft agjerimin dhe të gjitha lutjet. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.